Ka një fjali që më ka bërë të mendoj gjatë. Mos ja kalo dikujt barën që nuk ishte kurrë e ti. Shumica prej nesh besojnë se plagët tona përfundojnë me ne. Por, e vërteta është krejt ndryshe. Nëse nuk i shërojmë ato, shpeshu a kalojmë njerëzve që dua më shumë. Fëmijëve tanë, jo sepse jemi njerëz të këqij, por sepse askush nuk na mësoi të shërohemi. Si fillon gjithçka? Imagjino, 3 breza, një gjysh, një baba, një fëmijë. Gjyshi u rrit me dhunë, me varfëri ose me mungesë dashurie. Askush nuk e përqafoi, askush nuk i tha se ishte i vletshëm. Ai mësoi vetëm një gjë, të jesh i fortë. Kur u bë baba, ai nuk ja dha plagët me qëllim, por i dha përmes mënyrës se si fliste, përmes zemrimit, përmes heshtjes, përmes mungesës së përqafimeve, sepse njeriu nuk u jep fëmijëve vetëm atë që di, u jep edhe atë që nuk ka arritur ta shërojë. Bara kalon, pastaj ai fëmijë rritet. Ai nuk e kupton pse ndihet i pavlerë, pse ka frikë nga refuzimi, pse zemërohet kaq shpejt, pse nuk arrin të shpjegojë dashuri. Ai mendon se ky është karakteri i tij, por shumë herë nuk është karakter, është një plagë e trashëguar, një barë që nuk ishte kurrë e tij. Çfarë thot shkenca? Psikologjia flet për traumë ndërbrezore dhe do të thotë se përvojat e pashëruara të një brezi mund të ndikojnë tek brezi tjetër, jo vetëm përmes dedukimit, por edhe përmes mënyrës si funksionon truri, emocionet dhe marrëdhëniet tona. Një fëmijë nuk mëson vetëm nga fjalët, ai mëson duke parë. Nëse sheh frikë, mëson frikë. Nëse sheh dhunë, dhuna bëhet normale. Nëse sheh dashuri, mëson dashuri. Lajmi i mirë, por këtu fillon shpresa. Zinxhiri nuk është i destinuar që të vazhdojë përgjithmonë. Mjafton një person, vetëm një njeri të vendosë të ndalet, të mos të reagojë siç reaguan prindrit e tij, të kërkojë ndihmë, të falë, të kuptojë, të shërohet. Ai nuk ndryshon vetëm veten e tij, ai ndryshon edhe jetën e fëmijëve të tij. Dhe ndoshta edhe të nipërve mbesave. Një vendim mund të ndryshojë brezat e tëra. Ndoshta sot mban mbi krerë të tu gur që nuk i vendose kurrë vet. Ndoshta disa nga plagët e tua nuk filluan me ty, por ato mund të përfundojnë tek ti, sepse nuk je përgjegjës për atë që të ka ndodhur si fëmijë, por je përgjegjës për atë që zgjedh t'u japësh fëmijëve të tu. Mos u aler atyre barën që nuk ishte kurrë tyre. Leru dashurin, leru sigurin, leru atyna paqen, sepse trashëgimia më e madhe në jetë nuk janë parat. Është mënyra se si i bëjmë fëmijët tanë të ndihen. Nëse kjo video të bëri të mendosh pëlqej, shpërndaje. Ndoshta dikush ka nevojë ta dëgjojë sot këtë. Faleminderit.